Dy persona që udhëtonin me motor kanë plagosur sot pak para se ora të shënonte 10 kreun e Inspektoratit Ndërtimor në Bashkinë e Tiranës Ardit Kaja. Kaja u qollua me pistolet me silenciator në momentin që do hynte në makinë. Atentati ndaj Kajës ndodhi në afërsi të Ministrisë së Transporteve dhe Bashkisë Tiranë, ku Inspektorati Kaja është qolluar me armë nga dy persona të maskuar, të cilët janë larguar menjëherë me motor nga vendngjarja. Menjëherë Kaja është dërguar në Spitalin Ushtarak, ku sipas mjekëve rezulton të ketë marrë një plagë në këmbë, çka do të thotë se është jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Ardit Kaja u emëruar drejtori i Inspektoratit Ndërtimor pranë Bashkisë së Tiranës, duke zëvendësuar Afrim Qendron. Ky i fundit ka qenë deputeti i Partisë Socialiste në legjislaturën e vitit 2001-2005, si dhe kandidat në zgjedhjet e qershorit të vitit 2009. Ndërkohë ende nuk dihen motivet e ngjarjes së sotme, por policia po heton intensivisht për të zbuluar jo vetëm motivin e kësaj ngjarje të rëndë, por edhe autorët e saj.